Mirë, përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridebate. Ky është edicioni i 8 i kampionatit kombëtar debatit, i cili zbatohet nga organizata Liburnetik, dhe për sa i përket qarqeve tuaja, pra qarkut të Tiranës, mbështetet kryesisht nga forca jonë vullnetare, që do të thotë stafi i organizatës bën të mundur që edhe shkollat e Tiranës të kenë mundësi të jenë pjesë e kampionatit kombëtar debatit, ashtu sikur se bën edhe mbështetja e juristë që kemi sot, ndaj pa humbur kohë do t'i prezantojmë. Eugena Gjoka është asistente në Universitetin e Tiranës, tek Fakulteti i Shkencave Sociale, ose nuk e di nëse ke ndryshuar departament. Zysha Ida Goga është lektore në Universitetin e Tiranës, po kështu nga Fakulteti i Shkencave Sociale. Eliverta Muço vjen nga organizata Liburnetik, gjykatëse për 8 vitesh tashmë në Ridebate. Të gjithë mua më njohin, kështu që nuk ka nevojë për prezantime. U bëra i lodhshëm, duhet ndryshoj edhe unë profesion. Nuk e di se sa jam simpatik për kjo. Nëse, përpos shakave, unë jam shumë i lumtur që edhe këtë vit do të kemi 2 skuadra po shumë të mira, sikur se janë Naim Frashi nga Durrësi, një duar tërkitje për shkollën, dhe Sami Frashi nga Tirana, të cilët janë edhe kampionët në fuqi përsa i përket kampionatit në edicionin e 7. Pra do të kemi një përballje midis 2 shkrimtarëve, vëllezërve Frashi apo jo. Shumë mirë. Do të vijojmë tani me përzgjedhjen e temës përsa i përket debatit të parë. Debati i parë është ai i skuadrave, pra të 8 anëtarët e skuadrave janë protagonistë dhe duhet dhe kanë të drejtën për të folur dhe për të dhënë argumentet dhe padyshim arsyetimet e tyre. Kështu që unë do të ftoj anëtarën e grupit të Naim Frashit për të bërë përzgjedhjen përsa i përket temave. Kemi ndryshuar edhe në format. Cilin zarf do? Bashkitë në Shqipëri duhet ta bëjnë të detyrueshëm riciklimin për të gjitha familjet brenda fundit të vitit 2026. Okej. Faleminderit. Pra, e përsërisim edhe një herë temën. Bashkitë në Shqipëri duhet ta bëjnë të detyrueshëm riciklimin për të gjitha familjet brenda fundit të vitit 2026. Kjo është tema. Do të vi tani Genti për të përzgjedhur qëndrimin pro dhe kundër. Atëherë ne si skuadër kemi qëndrimin kundër. Kundër pra, do të mbaj skuadra e Sami Frashit në këtë debat të parë, pro do të jetë Naim Frashi në këtë sesion debati. Keni 7 minuta kohë përgatitore. Përshëndetje, Mirësa Koloria, Gjimnazia Naim Frashi, pra për sa i përket temës, grupi jonë ban qëndrimin pro. Unë do të thoja se riciklimi detyrueshëm është një hap shumë i rëndësishëm drejt një Shqipërie më të pastër dhe më të ndërgjegjshme. Dua të përmend se vendi ynë në vit prodhon 3000 ton mbetje, ku sipas raportit të Instat, në vitin 2023, vetëm 17% e tyre arrin të reciklohen, që është një shifër shumë e ulët krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, ku arrin të riciklojnë mbi 45% të mbetjeve të tyre. Unë mendoj se, duke e bërë riciklimin të detyrueshëm, familjet shqiptare deri në vitin 2026 do arrin të ndajnë këto mbetje që në burim duke e bërë më efikas procesin e riciklimit, duke na dhënë kështu një qytet më të pastër, por dhe një vit bregdetare akoma më të pastër dhe më të bukur, duke qenë se vendi ynë është i preferuar nga të gjithë turistët në mbar botën. A nuk mendoni ju se ne duhet të marrim masat dhe praktikat e duhura përpara se vendit tonë t'i bëjmë dëme të pakthyeshme? Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, që jam Kental Berisha nga Gjimnazia Naim Frashi dhe në lidhje me rezolutën e parashtuar ditën sotme, ne si skuadër bëjmë qëndrim kundër temës. Respektojmë në fakt argumentin e parafalëses në lidhje me qëndrimin e saj. Ajo përmendi në fakt se riciklimi është një hap drejt një mjedisi më të pastër, që në fakt e pohojmë edhe ne, është e pamohueshme në një farë mënyrë, por ju theksoni se riciklimi duhet të jetë i detyrueshëm vetëm për familjet shqiptare. Por ju theksoj se sipas një raporti të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në 2023, mbi 40% e mbetjeve urbane shkaktuar në Shqipëri janë për industrive dhe jo për familjeve. Atëherë nëse ky ligj bëhet implementueshëm për familjet siç
përmendni ju, po për industritë, si duhet lënë harres, ndërkohë që argumenti kryesor që kundërshton këtë tezë nga ana jonë është fakti që ky projekt do të shoqërojë me kostot e larta implementimi. Projekti i riciklimit në Korçë në fakt 2023 është i mbajtur edhe me mbështetje nga Bashkimi Evropian që në fillimet e tij kushtoi 2.5 milion euro. Nga ana tjetër profesori i ekonomistë të Universitetit të Tiranës Arben Tipi deklaron se një projekt i riciklimit detyrueshëm për vendin tonë do të kushtonte me 10 miliona euro që në fillim të tij. Atëherë, duke qenë se qendri përballë këtyre statistikave, lind pyetja, a nuk do të ishte riciklimi i detyrueshëm dhe këto kosto të larta një barë rënd për buxhetin shqiptar? Faleminderit. Përshëndetje, Enxhi Kamxhiu, ju falenderoj për argumentin tuaj, por më duhet t'ju jap një perspektivë tjetër. Në aspektin ekonomik, kostot janë vërtet kostot e riciklimit duhet të themi që janë vërtet shumë të larta, por ne duhet të jemi të vetëdijshëm që riciklimi nuk vjen vetëm me kosto, por gjithashtu edhe me fitime. Nuk duhet të harrojmë që në vitin 2019-2020, pra gjatë periudhës së Covidit, ishte pikërisht riciklimi ai që mbajti gjallë ekonominë qarkulluese, pra digitalizimi, menaxhimi të mbetjeve. Gjithashtu nuk duhet të mohojmë që riciklimi është një motor punësimi i cili kërkon punësim në çdo hap të këtij procesi. Sipas Agjencisë Amerikane të Mbrojtjes së Mjedisit, për çdo 10.000 tonë mbetje të ricikluara krijohen deri diku 36 vende pune, krahasuar me 6 vende pune që do krijoheshin për djegjen e këtyre mbetjeve dhe 1 vend pune që do krijohej për groposin e tyre në landfille. Por që do ishte një gjë shumë e mirë për ekonominë, por për t'u bindur më shumë, le të bëjmë një krahasim në të njëjtin vit për fitimet dhe kostot që ka riciklimi. Sipas Journey of Cleaning Production në vitin 2016 u arrit shifra $201.5 miliard për fitime dhe $105 miliard për kostot brenda vitit. Pra, si mund të themi që riciklimi sjell disfaten ekonomik kur? Përshëndetje, jam Mustafa Raj dhe duke falenderuar Enxhin për argumentin e dhënë, do të duhet ta kundërshtoj me faktin se është vërtet që riciklimi mund të rrisi punët e dhëna, por në fakt në momentin që përdorim makineri, atëherë dhe vetë punësimi do të ullet. Pra do të kemi ullje të punësimit të njerëzve nga zëvendësimi i tyre me makineri. Për të kaluar pastaj tek argumenti im kundër kësaj teme, e cila parashton faktin se Shqipëria ka mungesë infrastrukture për ta suportuar këtë masë. Konkretisht pa një rrjet transporti eficient, pa pika grumbullimit dhe qendra riciklimit të mjaftueshme, kërkesa për riciklim detyrueshëm do të dështojë. Konkretisht shoqata ricikluese në Shqipëri ka raportuar se Shqipëria operon me 15% të kapacitetit e saj dhe jemi të gjithë koshient për investimet e qeverisë ndaj inceneratorëve, çka devijon nga politikat e riciklimit. E si do të funksionojë kjo masë kur vetë themeli i riciklimit në Shqipëri është i shembur? As do të ishte kjo, siç thot Camus, një votë që mbytet pa zë në një botë që nuk dëgjon? Faleminderit. Përshëndetje, Samantha Bala, ju falenderoj shumë për argumentin tuaj, por më lejoni të them diçka. Shqipëria është një destinacion turistik në rritje dhe një mjedis i pastër është një faktor kyç për rritjen e numrit të turistëve. Sipas organizatës botërore të turizmit të vitit 2019, 80% e turistëve europian shprehin se janë të shqetësuar për gjendjen e mjedisit në destinacionet ku ata zgjedhin të shkojnë. Një tjetër raport i Fondit Monetar Ndërkombëtar në vitin 2021 thotë se 20% e të ardhurave që vinë në rajonin e Ballkanit nga turizmi vijnë nga turizmi që është i lidhur me mjedisin dhe me natyrën. Një tjetër raport i Komisionit Evropian në vitin 2022 tregon se 60% e turistëve janë të gatshëm për të paguar më shumë për vende që angazhohen për mbrojtjen e mjedisit. Dhe në këtë kuadër një Shqipëri më e pastër dhe një sistem i detyrueshëm dhe efikas riciklimi rrit numrin e turistëve në Shqipëri duke rritur të ardhurat financiare që mund të mbulojnë dhe këto kostot e riciklimit që sapo u përmendën. Si mund pretendojmë ne se duam të mbrojmë veten, natyrën, mjedisin, trisim numrin e turistëve kur nuk bëjmë qoftë edhe hapat e parë siç është riciklimi i detyrueshëm për të siguruar një mjedis të pastër për veten, por dhe për ata që zgjedhin na vizitojnë? Faleminderit. Atëherë përshëndetje, quhem Sara Ternova, nxënëse gjimnaz Sami Frashëri. Falenderoj Samantën për argumentin e dhënë, po të më duhet të kundërshtoj juve përmendës se çfarë rëndësie të madhe ka turizmi dhe se si ndikohet nga riciklimi, por neve duhet të përmendim faktin se këto mbetje, të cilat turistët po vënë re, nuk vinë nga mbetjet familjare, por nga ato industriale. Prandaj problemi ende nuk qëndron tek familja, siç bazohet tek tema konkretisht për familjet. Tani do kaloj tek argumenti jon, i cili lidhet pikërisht me faktin se kjo është një strategji jo eficiente. Pse? Ajo qëndron pikërisht në faktin e mentalitetit dhe se si zakonit e shqiptarëve do të pengonin zbatimin me ligj të riciklimit. Neve themi se njerëzit janë tepër e kanë të vështirë pjesën e pranimit dhe këtu dua ta ilustroj me një shembull konkretisht. Neve kemi parë se si ndalimi i përdorimit të qeseve plastike në Shqipëri nuk u respektua. Neve folëm se si ato nuk do të përdoreshin më dhe do të zëvendësoheshin nga letrat e kartonit, por neve edhe më vonë e pam se si ato shiteshin dhe bliheshin në dyqane. Kjo ka ndodhur për fal të mungesës së kontrollimit
dhe gjithashtu të mosdëshirës së shqiptarëve për të ndryshuar zakonet e vjetra. Pra, kur neve shikojmë që ka një moszbatim që në këtë pikë fare të thjeshtë nga mospërdorimi i njëshjes së plastike, apo pretendojmë neve dhe a janë reale këto pretendime që do kemi zbatim të Atëherë, përshëndetje, quhem Mirsa Vila, faleminderit për argumentin e parashtruar, por do doja t'ju ofroj një këndvështrim tjetër për sa i përket interesit parsorë dhe themelor që Shqipëria ka në raport me BE. Dhe që është pikërisht antarësimi në të ardhmen, pavarësisht kushteve të ndryshme ekonomike, financiare dhe mjedisore të vendosura nga marrëveshja stabilizim asociimit dhe jo vetëm, por kur bëhet fjalë për çështje mjedisore, këtu jemi duke përmendur riciklimin, ku mesatarja europiane është 49.6%, afërsisht 50%. Nëse Shqipëria implementon riciklimin e detyrueshëm, jo vetëm që do t'i afrohet mesatares evropiane, por edhe do të ishte një hap më pranë antarësimit si kandidati që është. Shembuj të mirë mund të marrim Greqinë dhe Bullgarinë që në vitin 2020 dhe 2021 vendosën ligje për menaxhimin e riciklimit me kusht. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Ester Akito, jam folësja e 4 e grupit të kundra dhe më e falenderoj para folësën për argumentin e dhënë, megjithatë më duhet të them se BE-ja gjithashtu ka kushtëzuar edhe shumë pikë të tjera për antarësimin në BE dhe nuk kemi të bëjmë vetëm me riciklimin këtu. Nga ana tjetër, riciklimi i detyrueshëm ndër familje brenda 2026 përfshin një harë kohor i cili është mjaft i shkurtër. Për të vendosur një ligj duhet të kryhet së pari një studim, më pas të adresojmë të tëra sfidat që mund të lidhen me anën logjistike, me infrastrukturën dhe me pjesën edukative. Në të kundërt, ajo do të shoqërohej me kosto tepër të larta, me rezistencë ndaj qytetarëve dhe deri në dështimin e tyre. Sipas UBA-s, Gjermania e nisi pikërisht rrugtimin e saj drejt riciklimit në 1980-ën dhe këtë ligj e vendosi në 1991-shin. Lind pyetja, si mund ta realizojë Shqipëria si një vend ndoshta më pak i zhvilluar se sa Gjermania këtë në një periudhë prej 18 muajsh? Roma nuk u ndërtua brenda një dite. Faleminderit. Përshëndetje, Albion Çela, si fillim duhet të falenderoj parafolësin për argumentin që parashtroi, por dua të mbështes qëndrimin e grupit tim duke përmendur një nga bashkitë e Shqipërisë, që është Bashkia e Fierit. Fieri është nga qytetet më të ndotura në Shqipëri për shkak të aktivitetit të nxjerrjes së naftës. Madje është kapur që në 22 tetor 2022 për 5 ditë Lumi Gjanica që kalon në qendër të këtij qyteti u ndot u bë i zi për shkak se një kompani me emrin Terra Oil ndoshti atë. Ligji për mbrojtjen e mjedisit e dënon rreptësisht derdhjen e këtyre hidrokarbureve në lum, mirë po kompania e hedh qeverisë duke pretenduar se këto mbetje janë krijuar jashtë territorit të saj. Nëse do ekzistonte një ligj riciklimi si fillim për kompanitë, atëherë ato do të marrin përgjegjësinë për produktet e veprimtarisë së tyre. Nafta mund të riciklohet lehtësisht, ajo mund të rirafinohet dhe mbetjet e saj mund të përdoren në industri. Nëse evitohet më pas problemi me këto kompani të ndryshme, atëherë mund të kalojmë te familjet, evitimi i problemeve që riciklimi i familjes mund të bëhet në një harë kohore më të shkurtër, nëse si fillim kemi parashtruar këto ide dhe këto studime që kemi bërë vitet e fundit. Faleminderit. Përshëndetje, shumë Vjosafata nga Gjimnazi Sami Frashëri dhe falenderoj falafolësin për argumentin e dhënë, por fatkeqësisht duhet ta kundërshtoj pasi rikthimi të temës të lutem. Jemi duke folur për familje dhe jo për kompani. Gjithashtu ne jemi duke folur vazhdimisht për riciklimin, se si riciklimi është i nevojshëm për ruajtjen e natyrës, por rikthemi si mund të riciklojmë kur materiali është i pariciklueshëm dhe si mund të mbajmë përgjegjësi familjet për të ricikluar, për të ndjekur një sistem i cili ka dështuar ato që në prodhim, pra që në fillesat e produkteve, sepse do të orientojmë pak vëmendjen tek prodhimi i produkteve dhe materiale të dekompozueshme, të cilat dhe nëse në rast më të keq do të lidhesh me landfile, ato nuk do të shkaktojnë asnjë problem, sepse sipas statistës 80% e ndikimit që ka një material në mjedisin në të cilin ai ndodhet, pikërisht përcaktohet që në fazën e dizajnimit. Pra këtu daljem tek tema që nuk zgjidhet ky problem duke detyruar familjet për të ricikluar, po zgjidhet duke ndërgjegjësuar pikërisht të qendrat e prodhimit për të prodhuar më mirë. Dhe jo, ne nuk jemi duke thënë të justifikojmë hedhjen e mbetjeve nëpër landfille me idenë se ato kanë materiale të dekompozueshëm në përbërjen e tyre. Thjesht po themi nëse do të prodhohen më mirë, qytetarët nuk do duhet të mbanin përgjegjësi për një problem që nuk kanë shkaktuar ata. Faleminderit. Përshëndetje, Clarisa Troshku, e vlerësoj mendimin tuaj, por ju përmendët faktin që ne nuk jemi gati, por ne jetojmë në një kohë kur kemi një krizë mjedisore që do thotë ne nuk mund të presim që ndërgjegjja kolektive të zgjohet me dëshirë. Sipas një raporti të Bankës Botërore në vitin 2021 pohon faktin që 13% e mbetjeve riciklohen në Shqipëri, ndërsa hendeku pra është i madh, duke qenë se në Europë është 38%. Marrim një rast konkret ku qytetin e Durrësit në vitin 2024 mirëpriti mbi 1.5 milion vizitorë, që është relativisht një shifër e madhe, duke u kthyer kështu një nga atraksionet më të mëdha turistike në vendin tonë. Që kjo traditë të vazhdojë dhe që të ketë sërish të vizitorë, duhet në të njëjtën kohë që të mbrojnë plazhet
dhe të mbrohen bukuritë natyrore, por kjo që të jetë e mundur, duhet që riciklimi të jetë me detyrim. Nga ana tjetër, a nuk do të ishte më mirë që me hapat vegjël të shkojmë drejt një zhvillimi ndoshta sa do pak të vogël, sesa qëndrimi në vend numerodhe me duart kryq? Ju faleminderit. Përshëndetje, quhem Ledi Sajdinaj, falenderoj Klarisën për argumentin e dhënë, por nuk do e kundërshtoj pasi ishte një argument i përsëritur. Ky implementimi i ligjit është shumë i standardizuar dhe nuk merr parasysh gjendjet financiare midis familjeve. Ky ndryshim nuk është realist dhe nuk mund të pretendojmë që të gjitha stresat ekonomike janë njësoj kundrejt riciklimit. Për shembull, një familje që ka të ardhurat më të larta, që ka më shumë infrastrukturën ekzistuese, nuk mund të krahasohet me një familje me të ardhurat më të ulta që nuk ka as hapësirë, nuk ka as qasjen komunale të njëjtë me ato të familjeve që kanë të ardhurat më të larta. Pra, nuk kjo riciklim do të ishte thjesht një barë më shtruar mbi atë stres të familjeve që janë me të ardhurat më të ulta. Evidencë nga shtetet që kanë implementuar riciklimin e detyruar, si Italia apo TSBA, tregojnë se suksesi i këtij plani arrihet me financimin monetar dhe logjistik të familjeve. Por as Shqipëria dhe bashkitë në Shqipëri gati për të bërë një financim të tillë në këtë moment që jemi tani? Faleminderit. Përshëndetje dhe faleminderit për argumentin tuaj. Për sa i përket pyetjes që ju shtruat në fund të argumentit, do thosha po. Janë gati sepse në fakt kjo po ndikon në jetën dhe shëndetin tonë. Unë do të merra këtu si rast për t'u shpjeguar dhe ju ku sipas programit mjedisor të Kombeve të Bashkuara, rreth 79% e mbetjeve në vitin 2023 u hodhën në landfille. Do të marr shembullin e landfillit të Sharës, i cili ka ndotur tashmë lumin Erzen, i cili është shumë i nevojshëm për bujqësinë dhe për njerëzit të cilët punojnë në fusha. Kështu që në momentin kur kjo fillon dhe prek dal ngadal bujqësinë, ushqimin ton, pra ky ujë i kontaminuar, fillon dal ngadal dhe ndikon në shëndetin ton. Mendon se njerëzit do të qëndronin duar kryq? Jo, ata do të kërkonin një ndryshim, sepse në fundit ne po mendojmë për të ardhmen, ne po mendojmë për fëmijët dhe brezat që do të vinë pas. Madje unë do thosha që duke marrë parasysh riciklimin e detyrueshëm, dal ngadal ajo do të fillojë dhe do mendoj se do të bëhej një mënyrë akoma dhe më e mirë për të gjithë ne që të kuptoni rëndësinë që ka mjedisi për ne. Duhet të jemi në nivelet e shteteve europiane, ashtu siç dhe përmend dhe për antarësimin, por mbi të gjitha për të menduar për veten tonë fillim. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Dea Hoxha nga Gjimnazi Sami Frashëri dhe të falenderoj parafolcen për argumentin e saj, por më duhet të kundërshtoj. Atëherë për sa i përket pjesës së landfillave të cilët ju përmendët, grupi jonë e rizauroi pak më parë duke thënë që Shqipëria nuk e ka infrastrukturën e duhur. Ju tashmë mund të jeni të vetëdijshëm që te landfillet kanë paraqitur problematikat e tyre në funksionim, si rrjedhoi për të krijuar këtë infrastrukturë e cila na mundson neve të kryejmë të gjitha pikat që u përmendët, do të na duhen më shumë se vetëm një vit, siç e përcakton dhe vetë tema. Dhe gjithashtu dua të shtoj se themelet e një shoqërie të shëndetshme dhe funksionale ndërtohen mbi shtyllat e informimit dhe jo mbi bazën e detyrimit. Riciklimi nuk është një proces i cili nis në kazanët e mbetjeve, por është një proces i cili nis në mendjet e familjeve, të cilat arrin ta kuptojnë rëndësinë e tij, arrin të kuptojnë se si ardhmja jonë është më e sigurt vetëm kur ne ndërgjegjësohemi dhe kryejmë të pa frikën se dikush do të na xhobisi apo do të na ngarkoj barën e ligjit. A mendoni ju se riciklimi mund të ndodhi vetëm duke i friksuar qytetarët dhe duke i vendosur ata përballë një përgjegjësie pa informuar se pse duhet ta kryejnë këtë veprim? Dhe sa mendoni se kjo do të jetë efikase nëse ndodh vetëm në këtë lloj mënyre? Ju faleminderit. Përshëndetje, Kleo Lapi, e falenderoj Dean dhe gjithë grupin dhe do doja të thoja se ndoshta më shumë vëmendje linjë në gjithë argumentin tuaj dhe doja të thoja se Shqipëria nuk mund të presë që riciklimi të bëhet zakon vetvetiu. Ashtu siç nuk presim që fëmijët mësojnë pa shkollë, ashtu dhe riciklimi nuk mund të mësohet pa një rregull koncis. Dhe detyrimi nuk është imponim, por kujdes për veten dhe për mjedisin. Po ja jap rastin konkret duke qenë se forca juaj numër 5 e kërkoi me ngul. Në Tiranë në vitin 2025 u eksperimentua kjo taktikë e riciklimit dhe sipas të dhënave të Bashkisë të Tiranës, në familje të grumbulluan, u përpunuan dhe u ricikluan mbi 12.000 tonë mbetje, shifër e cila do të shumëfishohej nëse riciklimi do të ishte rregull, jo opsion. A nuk është paradoksale që në vitin 2025 në një shtet që synon integrimin evropian, ndarja e mbetjeve të bëhet ende me sy? A mos do të ishte më e ndeshme për natyrën që mos ta bëjmë një syqor për një problem që po e konsumon dhe po e vret akoma më shumë mjedisin? Populli ka një shprehje, kujdesi sotëm, shëndeti nesër. Prandaj, për ta përforcuar qëndrimin tim, ne duhet marrim hapa të shpejtë dhe të qartë, dhe sigurisht gjithëpërfshirës dhe të barabartë për të gjithë bashkitë e Shqipërisë deri në vitin 2026, për të mbrojtur të kështu veten dhe me anë të ekonomisë qarkullese, mjedisin. Ju faleminderit. Përshëndetje, unë jam Marta Parlaku dhe jam forca e fundit e ekipit kundër. Falenderoj për parafolësit për argumentat e dhënë, por ne vazhdojmë të moshojmë anës kundra, konkretisht duke përmendur harkun kohor të pamjaftueshëm, infrastrukturën e mangët dhe mos marrjen parasysh të gjendjeve ekonomike. Dhe dua të ritheksoj faktin që neve nuk po ecim me anë të opinioneve personale, por me fakte objektive. Detyrimi për riciklim brenda 2026-s tingullon ambicioz. Dhe po, ambicia është e mrekullueshme, por vetëm kur mbështetet nga realiteti.
mund të krijojmë ligje sa të duam, por në momentin që njerëzit nuk kanë ku t'i hedhin këto materialet e ndara, apo bëjmë neve përparim, apo thjesht po shtojmë një ligj të ri që askush nuk do ta zbatojë. Për të mos përfunduar në një sistem që funksionon vetëm mbi letër, ndoshta do të ishte më e mençur që të marrim parasysh kapacitetin, aftësinë dhe gatishmërinë e qytetit tonë, përpara se ta hedhim këto hap të ri dhe për më tepër ta bëjmë të detyrueshëm. Faleminderit. Okej. Faleminderit të dyja skuadrave. Pa humbur kohë do të vijojmë me debatin e dytë. Sot në total kemi 4 debate, kështu që do t'i japim kohën edhe debateve të tjera në mënyrë që edhe shkollat e tjera të kryejnë debatet që do të ketë kjo ditë e parë, se ju e dini sot fillojmë fazën rajonale, duke filluar me Tiranën, do të vazhdojmë pastaj udhëtimin tonë edhe në qytetet e tjera. Këtë vit ne kemi 22 bashki që janë të përfshira në kampionatin kombëtar debatit. Në mos gaboj janë 35 shkolla në total, kështu që kemi 35 skuadra. Jemi thjesht në fazën kur marrim pikët për të kuptuar pastaj në renditjen se cilat do të jenë skuadrat që do të vazhdojnë fazën eliminatore, që do të thotë 16 skuadrat me pikët më të larta. Mirë, do vazhdojmë debatin me debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Bleondën dhe Gentin. Kështu që do të vi Genti tani të bëj përzgjedhjen e temës, paketat spontane ose tema spontane. E lexoj. Angazhimi të rinjve në politikbërjen lokale është justifikuar. Okej, kjo është një temë që kemi patur edhe vitet e tjera. Eugena, do të mosh pak me këto? Do të bëjmë tani edhe përzgjedhjen e qëndrimit që do të mbajnë dy liderat, Bleonda dhe Genti. Jemi gati? Okej. Ti kundër, okej? E hapim dhe këtë tjetër. Pra. Mirë, faleminderit. Keni 7 minuta kohë përgatitore. A e keni të do të debatojmë tani për temën përfshirja e të rinjve në politikbërjen lokale është i justifikuar, pro Genti dhe kundër Bleonda. Keni 2 minuta kohë për çdo ndërhyrje të cilën do të bëni, që do të thotë 4 ndërhyrje në total. Është e rëndësishme që t'i mbani një ndërhyrje të mënyrë që në ndërhyrjen e fundit të bëni një përmbledhje apo të jeni koshent që debati po përfundon. Se kemi parë që vazhdoni merrni shënime, grupi juaj ju kalon statistika apo studime të tjera dhe kjo të bën të kuptosh që debatin po e bëni thjesht, do themi çka kemi për të thënë edhe hajde mirupafshim, e kupton? Nuk duam një debat të tillë, duam një debat mirë, sikurse bëhet edhe në debatin e parë. Komentet janë pozitive, jeni grupa që keni bërë punë me grupin në radhë të parë, por edhe në nivel personal, kështu që bravo. Është momenti që të fillojmë debatin e dytë. Suksese. Atëherë përshëndetje gjithëve edhe një herë. Atëherë në lidhje me rezolutën e parashtruar për sot nëse angazhimi të rinjve në politikbërjen lokale duhet të jetë justifikuar, unë sjell të bëj në fakt një qendrim pro temës. Në fakt, diskutohen shpesh të rinjt, ne në fakt kemi një grup të rinj të mbledhur sot për debatuar, kemi angazhimit të rinjve në shumë fusha të ndryshme të jetës, dhe lind çështja, po nëse të rinjt angazhohen në politikë, sa justifikuar do të ishte kjo. Mbajmë një qendrim pro sepse në fakt ne si shoqëri ecim me parime demokratike të liberalizuar kohët e fundit dhe nëse demokracia thotë se të drejtat e qytetarëve duhet të jenë të barabarta, kjo nuk duhet të marrë një kriter apo të kufizohet nga kritershmëria e moshës, pavarësisht se duke qenë se ne i konsiderojmë për shembull fëmijët deri në moshën 13 vjeç si ende të pazhvilluar totalisht nga zhvillimi i pubertetit apo arritjes të konsolidimit të aftësive të tyre mendore për të vendosur, nga ana tjetër nëse i referohemi të rinj
të rinjve një ka më të qërë, për shembull edhe ata adoleshent apo të rinj gjithashtu që mund të jetë të moshës 20 deri në 25 vjeç, të cilët në fakt ne shohim plot raste dhe shembuj konkret ku ata marrin pjesë në politikë bërjen, atëherë ne e besojmë si fakt që është justifikuar. Parimi demokratik në fakt beson në mundësi të barabarta për të gjithë. Ndaj përfaqësia rinore do të ishte një hap drejt mundësimit dhe rakordimit të parimit të demokracisë në ideal, në thelb dhe jo vetëm një praktik të pa kuptim dhe të pa absurdin në thelbin e saj. Nga ana tjetër ne shpesh herë dëgjojmë në fjalorin e përditshëm që rinia është e armja e shoqërisë. Atëherë si mund ta mohojmë këtë fakt në momentin kur përballë statistikës apo kur përballë vendimarrjes lokale ne e kufizojmë një farë mënyrë vendimarrjen apo angazhimin të rinjve në politikë bërje në momentin kur ne konsiderojmë të rinj si e armja e shoqërisë. Të rinj gjithashtu ka një idealizim të flakt thot filozofia. Janë përparimtar në llojin e tyre, që do të thotë që një farë mënyrë ata janë të gatshëm të sjellin zhvillime pavarësisht moshës së tyre, ku konkretisht do doja të theksoja disa revolucione, të cilat ka hasur historia, ku historikisht revolucionet kanë ardhur në fakt nga të rinjt. Mund të përmendim krijimin e qeverive të reja në shumë vende të Europës, në Francë, në Gjermani e tjerë, ku gjitha këto revolucione që u morën me frymë rinore, sollën një farë mënyrë frymë përparimtare dhe zhvillim për të gjitha këto qeveri demokratike dhe jo vetëm në përmbysjen e monarkive, si dhe në zhvillimin e qeverive të cilat janë edhe në ditët sot me koherente. Faleminderit. Përshëndetje, për të riprezentuar Blonda Galliu në zësinë e liderit në Infrashi. Për sa i përket temës, angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është justifikuar, mbaj qëndrimi kundër. Fillimisht, përpara se të shoj gjerësisht këtë temë, unë do doja që t'ju jepja një këndvështrim tepër delikat. Fillimisht ne duhet të shqyrtojmë dhe analizojmë terrenin para se të flasim për sa i përket politikës. Do doja të drejtoja një pyetje. Sa përqind e të rinjve mendoni se angazhohen në aktivitete sociale të cilat zhvillon shkolla, apo sa indiferent janë ata ndaj tyre? Është e vërtetë ajo çfarë ju përmendët. Ne jemi këtu dhe po bëjmë debat. Por kjo më së tepërmi është një angazhim personal për veten tonë dhe eksperiencat tona. Ndërkohë që në shkolla ne jemi koshient se çfarë indiferentizmi, madje këtë e mbështet gjithashtu edhe Ministria e Arsimit, e cila para 2 vitesh ka dalë me një statistikë ku 21.7% të rinjve në fakt tregonin neglizhim për pjesën e aktiviteteve. Pra çdo gjë fillon pikërisht nga ne, fillon që në shkollë. Madje do ndalem përsëri këtu duke ju thënë që ju përmendët se të rinjt janë e ardhmja, patjetër që janë e ardhmja, por kur kësaj ne të ardhmja nuk i japim një bazë të fuqishme për sa i përket leadershipit, për sa i përket politikë bërjes, atëherë si mund të presim ne që ata të jenë gati për t'i nxjerrë në një terren kaq të vështirë sa që është politika, sepse në fundit ne po vendosim për të ardhmen e një kombi, po vendosim për të ardhmen e të gjithë shtetasve. Plus këtu dua gjithashtu të përmend edhe problemet që lidhen me eksperiencat apo përvojat. Është e vërtetë që nuk duhet të ketë kufizim moshe, por të rinj sa eksperienca dhe përvoja kanë që të dëgjojnë të gjitha mendimet e të tjerëve ose të kenë ide për gjitha mendimet që kanë të gjitha grup moshat, sepse kjo është e vështirë, në fakt. Gjithashtu do doja të përmendja edhe faktin që kemi mundësi të barabarta në demokraci, është e vërtetë, por nuk kemi zhvillime të njëjta, qofshin ato psikologjike, por gjithashtu edhe nga aspekti shkencor ku shkencëtari amerikan McKenzie gjithashtu thotë që vetëm pas moshës 18 vjeç lobi frontal i cili është i nevojshëm për sa i përket vendimarrjes mund të zhvillohet. Pra këtë e mbështet gjithashtu edhe shkenca me fakte. Faleminderit. Atëherë, edhe një herë tjetër, ju në fakt vazhduat të theksoni faktin se një farë mënyrë nëpër shkolla apo institucione arsimore, angazhimi i të rinjve në aktivitete të ndryshme është i kufizuar. Në fakt, ju theksoj se këtu e keni gabim. Nëse do të referohesha konkretisht shkollës time, për shkolla sa kam më shumë informacion, në Sami ekzistojnë plot 21 klube të ndryshme sportive, artistike, kulturore e tjerë, ku ka një angazhim të plot 600 të rinjve nga të 3 vitet të gjimnazit, që të thotë se në farë mënyrë nëpër shkolla angazhimi ekziston, kryerja e aktiviteteve është gjithashtu, në një farë mënyrë mbështetur edhe nga Ministria e Arsimit, gjë që nuk mund ta mohojmë për faktin se shumë aktivitete kanë rezultuar edhe në rritjen e emrit të shkollës, sepse në fund të ditës nxënësit e përfaqësojnë ato. Nga ana tjetër, doja të theksoj edhe një herë faktin që përderisa zhvillohet ky kompeticion, po nxitet një farë mënyrë fryma e të rinjve dhe ndikimi i tyre, kështu që politikbërja e tyre nuk mund të jetë pa justifikuar në këtë aspekt. Theksuat në mënyrë të vazhdueshme pjesën e terrenit dhe indiferentizmit që do të kishin të rinj, po më fal, si trajtohen dhe në universitetet të rinj nga të rriturit, a nuk është një formë demoralizimi kjo që një farë mënyrë po i bën të rriturit të rinjve, duke cënuar një kaparimet bazë të demokracisë që gjithashtu i referohet pjesës së barazisë ndërmjet individëve. Nga ana tjetër, theksuat mjaft
shembuj të ndryshëm, pavarësisht se nuk më sollen ndonjë statistikë specifike për ta mbështetur apo për ta kundërshtuar këtë pjesë. Nga ana tjetër gjithashtu përmendet se në një farë mënyrë angazhimi politik të rinjve në shkolla duhet të nisë një farë mënyrë me vetë të rinj, por që sërish bjem në kontradiktë pasi një farë mënyrë të rinj duhet të kenë edhe kontributin e tyre edhe në politikbërje. Përmendet gjithashtu faktin se një farë mënyrë ne si të rinj nuk kemi eksperiencë, po më lejoni të theksoj se pavarësisht të rriturit kanë një farë mënyrë më shumë eksperiencë se sa ne, eksperienca mund të merret me parti, çka do të thotë që nuk duhet ja kufizojmë mundësitë tyre të rinjve për ta marrë eksperiencë për të dhënë një farë mënyrë kontributin e tyre në politikbërje, duke qenë se kanë edhe ide inovatore që është vërtetuar dhe shkencërisht dhe sipas lobit frontal që ju sekundër ju përmendët. Viktimizimi një farë mënyre që kanë një farë mënyre këta të rritur kundrejt forumeve rinore, gjithashtu nuk duhet lënë në harres. Faleminderit. Atëherë faleminderit për argumentin tuaj. Unë doja të dalesha pikërisht tek ajo çfarë përmendë për shkollën tuaj. Është me të vërtetë mjaft mirë që dëgjojmë që vazhdojnë ende të rinj që të marrin pjesë, por kemi dhe shkolla të tjera të cilat ne e di mjaft mirë që nuk marrin. Dhe unë dua të përmend këtu pikërisht shkollat në zonë rurale. Sa të bindur ne jemi ne që dëgjojmë vendimet e tyre apo dhe gjithashtu dhe nga mungesa e praktikave, por edhe e numrit të ulët të nxënësve. Gjithashtu do doja të vazhdoja dhe të theksoja edhe një herë që sërish këto angazhime prekin vetëm anën personale. Doja të përmendja gjithashtu për sa i përket studimeve, në SBA në vitin 2021 nisi një studim për sa i përket që të rinjt duhet votonin apo jo. Ku rreth 55% e tyre thanë që për atë parti për të cilën do të votonte familja e tyre, do të votonin dhe ata. Pra pikërisht kemi një ndikim nga familja, pra nuk kemi një vendimarrje personale apo e bazuar në idetë tona, por në ato çfarë rriten vazhdimisht fëmijët. Madje këtu do doja të nisja gjithashtu dhe me apatim politike, e cila këtë e mbështet edhe psikologja e cila mori pikërisht bëri të mundur këtë studim në SBA, duke thënë se ajo fillon që e vogël dhe kjo e bën në një farë mënyrë si një detyrim për këta të rinj që të marrin pjesë në politikbërje. Gjithashtu, do doja të përmendja statistikat e Instatit në vitin 2021, ku në një studim që u bë rreth moshës 16-18 vjeç, u vure se 45% e të rinjve nuk dinin se cilën deg do të zgjidhin në universitet apo se cilin profesion do të vazhdonin edhe. Pra ata kishin probleme se me çfarë do të bënin me të ardhmen e tyre. Atëherë si mund t'u lëmë në dorë të ardhmen e një kombi të tërë? Gjithashtu, do doja të përmendja për sa i përket kriminalitetit. Kriminaliteti, siç e dim në Shqipëri fatkeqësisht ka shifra të larta për sa i përket moshave 16-18 vjeç, dhe ne po e shohim që dita ditës ajo shtohet dhe kjo është në të vërtetë do të thosha një nga fatkeqësitë më të mëdha të vendit tonë. Ku nga viti 2020 deri në vitin 2023 sërish sipas Instatit 15% e numrit të kriminalitetit pra të këtyre rasteve është rritur. Dhe psikologët të cilët besoj se i keni dëgjuar gjithashtu faleminderit. Atëherë doja të kapesha në fakt të pjesa që përmendet në fund lidhe me kriminalitetin, doja t'ju thaj që kriminaliteti nuk një mosh, nuk ka të bëjë me të rinj apo të vjetër, që thotë se të gjithë kanë potencial për të bërë krim nëse dëshirojnë, kështu që për këtë parametër ka ligje të cilat i kufizojnë. Nga ana tjetër vazhdua të përmendit faktin se si të rinj nuk duhet të marrin pjesë politik, por ju theksoj se ato të rriturit që ju i mbroni një farë mënyrë me skepticizëm janë shpeshherë të ndarë në vendin tonë, konkretisht Partia Demokratike, Partia Socialiste, ndërkohë që nuk po shohim frymë të re, nuk po shohim një farë mënyrë emra të reja partish apo pjesëmarrësh apo forumesh partijake, ndërkohë që më lejoni të theksoj se në çdo vend ka forume rinore partijake, të cilat janë të ndryshme, parti të ndryshme edhe në vendin tonë. Në fakt nga Ministria e Arsimit është një farë mënyrë implementuar dhe sensibilizuar ndikimit të rinjve në politikë për shkak të thotë se po shohim shpeshherë që po hapen shumë parti të reja, duke qenë se jemi edhe në një vit koalicion zgjedhore. Nga ana tjetër mund të përmend një shembull konkret të Finlandës, e cila ka një kryeministër lidere, e cila është relativisht në një moshë të re, dhe sikundër ju përmendet që deri në 18 vjeç nuk është zhvilluar pjesa e lobit frontal. Ju theksoj se edhe këta individ mbi 18 vjeç deri në një moshë të 25 vjeç janë të konsideruar të rinj, kështu që nuk duhet i neglizhojmë edhe këta të fundit. Nga ana tjetër një farë mënyre, nëse do të bënim një krahasim mes liderëve të rinj dhe atyre që janë më të vjetra apo më të mëdhenj në moshë, një farë mënyre nëpër botë, kundërto mund të përmendim Trumpin, Putinin e tjerë, janë të një farë mënyre të sensibilizuar të ndjekin ato tradita të ngurtësuara, cila shpeshherë filozofia i kundërshton, duke qenë se të rinjt janë ata që një farë mënyrë sjellin frymën e re,
ardashte, liridashte dhe që janë gjithashtu të përditësuar më shumë aktualitetin dhe teknologjinë, si dhe këto zhvillime të mëtejshme që ne po hasim ditët e sotme, si kundër disa individ që ju i mbroni si të rinj. Ndërkohë që një shembull tjetër konkret do të ishte edhe fakti që ministra Ogerta Manistiriu i mundësoi studentëve përmirësimin e fondit të mjekësisë këtë vit dhe programit të maturës, që do thotë se vetë ministrit besojnë një farë mënyrë në angazhimin e të rinjve në politikë. Atëherë, përse ne si të rinj të mos besojmë në angazhimin tonë në politikë më gjerë? Gjithashtu do e theksoja se në vitet e fundit janë shtuar ministrit e strategjisë rinore, kështu që nuk duhet të lëmë në kishës. Atëherë faleminderit për argumentin tuaj. Do doja të ndalesha pikërisht tek ajo çfarë ju përmendë që në fillim për sa i përket partive politike. Partitë politike shtohen dita ditës dhe ne këtë e dimë mjaft mirë, dhe ashtu siç ju e përmend kanë forume rinore, por sa të informuar jemi ne rreth këtyre forumeve rinore apo sa shohim ne përmirësime që kanë sjellë pikërisht këto forume rinore, sepse këtu dua të theksoj sërish që ka të bëjë dhe me ndikime politike që ata marrin, madje duke e parë tashmë dhe si le të themi jo një përgjegjësi konkrete, por si diçka që ata e marrin në thonjza për ta patur vetëm përvojë personale. Gjithashtu do doja të përmendja për sa i përket presionit dhe dëmeve psikologjike ku në Bashkimin Evropian, këtu do përmend rastet e vendimarrjes së të rinjve, rreth 7.2% e të rinjve në fakt kaluan në depresione kronike dhe kalojnë në depresione kronike që në vendimarrje që ata duhet bëjnë në familje, duhet bëjnë në shkolla dhe për të mos vazhduar akoma më tepër për sa i përket politikë bërjes. Gjithashtu argumentin tim do doja ta bazoja dhe për sa i përket rezultateve të testit të PISA. Siç e dim, testi PISA bën të mundur matjet e inteligjencës dhe u do të përbëja këtu që para 2 vitesh Shqipëria fatkeqësisht doli e parafundit për sa i përket këtij testi. Pra doli para Palestinës, para Palestina e cila sot është në gjendje lufte dhe ne nuk jemi në gjendje lufte dhe ja shohim një neglizhencë jashtëzakonshme nga të rinj. Për sa i përket mjekësisë, gjithashtu do doja të thoja që studentët e mjekësisë e mbarojnë fakultetin rreth moshës 25 vjeç, në fakt do të ka një diferencë shumë të madhe nga 18 vjeç deri në 25 vjeç, por sërish ajo nuk ishte një politikë bërje e cila u bë vetëm nga vendimet e të rinjve, ajo ishte gjithashtu ku ne vëmë re mjaft mirë që pjesa më e madhe e të rinjve në fakt nuk ra dakord me ta. Gjithashtu do doja të thosha se ata që kanë të drejtë të zgjedhin duhet dhe të zgjidhen, por nuk mund t'i besojmë nuk do t'i besojmë të rinjve një shtet të tërë, atë çfarë kanë përmendur edhe disa herë më lart. Gjithashtu Atëherë edhe një herë më vjen keq që ju e konsideroni politikbërjen e angazhimit rinor si një përvojë. Më lejon t'ju theksoj një farë mënyrë se politikbërja nuk është një përvojë nga ana të rinjve, pasi edhe një farë mënyrë ato që marrin përgjegjësi, për shembull, mund të përmendim të moshën e dytë apo të tretë në politikbërje, nuk e kanë bërë këtë thjesht si përvojë, por gjithashtu kanë pasur edhe angazhim me përgjegjësi të lartë në politikbërje, që do të thotë se edhe të rinjt kanë koherent me faktin se nëse do të marrin pjesë në politikë, do të kenë përgjegjësi të larta, pra nuk është thjesht një përvojë personale. Përmendet në fakt rastin e PISA-s, i cili në fakt më lejoni t'ju dëshmoj se është një rezultat i një historie të vazhdueshme në fakt, sepse nuk është se rinia shqiptare në këto momente arrin të zbulojë se renditet ndër të fundit në botë nga niveli i inteligjencës. Në fakt edhe prindërit tanë apo gjyqërit tanë kanë një farë mënyrë kanë luftuar me analfabetizmin për vite të tëra në periudhën e komunizmit e tjerë, ndaj një farë mënyrë ndryshime që po vinë dhe po hasen në ditët e sotme janë si një rezultat i politikave të gabuara, pra jo për shkak të inteligjencës së të rinjve, por si rezultat i politikave të gabuara nga ata individ që janë në pushtet në ditët e sotme. Ndaj lind sërish ideja që nëse ne si të rinj do të marrim pjesë në politikbërjen apo në qeverinë vendore, do të kemi potencial të ndryshojmë dhe të një farë mënyrë të zbusim ato politika që janë marrë gabim deri në ditët e sotme në vendin tonë dhe jo vetëm, dhe të kemi ndoshta pse jo edhe një hap më shumë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, duke qenë se një farë mënyrë ta individ që janë sot në ditët e sotme nuk kanë arritur deri më sot që të na antarësojnë në Bashkimin Evropian apo të sjellin një zhvillim të mëtejshëm ekonomik dhe na kanë lënë për më shumë se 30 vjet në fazë stacionare pa zhvillime të mëtejshme. Theksoj gjithashtu me zë të fortë edhe një herë të fundit që vitet e fundit janë shtuar Ministrit e Strategjisë Rinore vetëm për faktin që besojnë tek rinia dhe se rinia ka potencialin dhe vazhdimsinë pavarësisht kriterit të inteligjencës së tyre që nuk duhet të bëhemi diskriminues në këtë aspekt në raport me individët e moshës së dytë apo të tretë, pra edhe një herë kanë potencialit për të marrë pjesë në politikë bërje, duke qenë se kanë marrë pjesë dhe vazhdojnë të marrin pjesë dhe e bëjnë më së miri këtë.
on që këtë detyrim që një. Faleminderit. Atëherë edhe një herë faleminderit për argumentet tuaja, duke qenë se tashmë është rradha ime dhe i vjen fundi këtij debati. Unë do doja që ta nisja pikërisht me ato çfarë ju thash fillimisht në debatin e parë. Ambicia duhet të mbështetet në realitet. Atëherë unë do t'ju drejtoj një pyetje. Sa të rinj kanë bërë ndryshime, sa shohim ne në kuventin shqiptar të rinj, të cilët dalin, flasin apo japin dhe vedimet e tyre. Pra dhe shohim do një farë mënyrë që ata ndihen të pa përfaqësuar. Gjithashtu, do doja të bëja një pyetje, si mund të krahasojmë ne periudhën komuniste me atë të sot me periudhën e demokracisë, plus gjithashtu ju e pohuat dhe vetë për sa i përket analfabetizmit. Pra ne vazhdojmë të kemi një analfabetizëm funksional. Madje Banka Botërore në vitin 2022 nxori që ne ishim ndër vendet më të ulta ku vetëm 2.3 libra lexoheshin në vit. Këto mund të duken si shifra as pak të rëndësishme, por në një farë mënyrë kjo tregon gjithashtu dhe angazhime personale që kanë persona. Dhe për sa i përket përvojave personale, patjetër që për të rinj çdo gjë është përvojë dhe është eksperiencë sepse bota është e re për ne. Është e re për ne. Gjithashtu, për t'i dhënë fund të këtij debati, unë do doja të thoja që në qoftë se vërtet të rinjve do t'u besosh gjithë kjo përgjegjësi, atëherë dhe vendet ndoshta do të kishin ulur dhe moshën e votimit, ose do të vinim re dhe do të vinim re që të rinjt do të kishin një zë akoma dhe më të fortë në këtë fushë, por fatkeqësisht ne shohim që kjo është pothuajse e pamundur. Atëherë për ta përmbyllur edhe një herë do doja përsëri t'i më shoja fakti që politikbërja lokale është një peshë e madhe. Pra siç e përmenda më parë, për sa i përket depresionit, përgjegjësisë së madhe, por gjithashtu edhe gjithë ato neglizhencat në vendime që kishin të rinjt. Duhet të kuptojmë që të rinjt patjetër që kanë mundësi që ata të flasin pra të ngrenë zërin e tyre, por sërish ata nuk mund të mbështesin të gjitha grup mosha. Ne vërtet jemi këtu duke bërë debat, por në një farë mënyrë ne nuk kemi të informuar për gjysmën e popullsisë, kështu që dhe rrjedhimisht nuk mund t'ua besojmë atyre. Faleminderit. Mirë, faleminderit të dy liderave. Tani është momenti që Juria të mblidhet dhe të bëjë vlerësimin. Sikurse e thash dhe pak më parë, është thjesht çështje pikësh në këtë fazë ku jemi. Shumë suksese që dy skuadrat. Mirë, bëhemi gati tani të marrim edhe vlerësimin, komentet, analizat apo edhe kritikat, sikurse tham dhe në debatin e parë, përse i përket performancës tuaj. Fjala është për Jurin, nuk e di kush do dojë ta marrë fjalën i pari. Përshëndetje. Kënaqësi që të jem përsëri me dy shkolla, do thoja tani që kanë fituar një kulturë debati, ju përgëzoj për nivelin e debatit, edhe pse tema e riciklimit në fakt, ekonomia qarkulluese dhe tema e riciklimit është një temë sfiduese, sepse është një temë për cilën ka shumë të dhëna, shumë fakte, shumë studime, shumë ekspert flasin, fakte që kundërshtojnë njëra tjetrën në shumë raste. Pra është një temë që ka po kaq pro sa ka dhe kundër, pra nuk pash se në njëra nga skuadrat mund ta kishte të vështirë për ta mbrojtur këtë temë, kështu që do thoja për debatin në nivel skuadre ishte shumë i mirë, për sa i përket formatit të debatit dhe ARE-s. Keni respektuar tërësisht atë moto që ne kishim për këtë vit, për këtë edicion të 8, dhe kemi ecur mjaft mirë, jemi debatues dhe nuk jemi opinionist, pra si shkolla Naim Frashëri dhe shkolla Sami Frashëri, sot demonstruan vërtet që nuk janë predikues, nuk janë opinionist, por janë debatues shumë të mirë dhe me këmbë në tokë. Tani, ju e dini që spikasin shumë element përveç argumentit ARE. Argumenti ARE shkon në një nivel 30 pikë, po mendoni 70 pikë të tjera janë për gjithë elementet e tjera, domethënë të gjithë elementet janë të rëndësishëm. Njëra skuadër është pak më e vëmendshme ku flet kundërshtari se sa skuadra tjetër. Njëra skuadër ka një posturë më të mirë trupi. Gjithë këto element që të mos i përsëris, ju e dini që gjykohen. Do thosha, si gjuhë kishit mundësi tek riciklimi të përmendit edhe disa koncepte të tjera. Do me thënë që ta bënit pak nga ana përmbajtësore dhe gjuhësore më të pasur temën. Do me thënë këtë ta merrni si një lloj kritike për
raundet e tjera. Pra që ju t'jeni me një gjumë më të përshtatshme, të përdorni edhe terma dhe koncepte që janë të rëndësishme brenda riciklimit. Nuk dua që të thelloj më shumë sepse të gjitha shembujt në trajnim unë ju ja kam dhënë nga ekonomia qarkulluese. Për sa i përket një elementi shumë të rëndësishëm që janë burimet dhe ekspertët, vetëm 2 ekspertë në këtë rast janë cituar, që ishin shumë sakta, por burimet që ju keni marrë janë burime shumë të mira. Kështu që ju përgëzoj që keni gjetur burime informacioni, vazhdoni me këto burime informacioni, në pjesën më të madhe keni bërë kujdes dhe keni thënë edhe vitet se ku i keni marrë. Ndonjë rast mos harroni asnjëherë që t'jepni vitin, sepse vetëm kur jepet viti referenca na shkon shumë e saktë dhe ne të kuptojmë që vërtet është një informacion i vlefshëm. Për sa i përket një elementi tjetër që është dëgjuarit aktiv, vura re që në debatin midis liderave sikur patët një rënje të dëgjimit aktiv. Asnjëherë dëgjimi aktiv ku një lider ka përballë jo vetëm kundërshtarin e vet, por ka gjithë skuadrën përmes faktit që të tjerët po e dëgjojnë, inkurajohet për të folur. Edhe një element tjetër shumë i rëndësishëm, kujdes me intonacionin. Disa për jush e kanë pikë shumë të fortë, intonacionin, që do të thotë, në shumë raste unë e kam shumë të vështirë të shënoj atë përqindjen që ju keni thënë këtu, sepse nuk arri që ta kap. Domethënë duhet që të bëni pak kujdes, sepse intonacioni tregon më shumë vetbesim, më shumë kontroll emocional, është element shumë i rëndësishëm. Pra, debati është shumë i mirë, është debati i dytë për sot, sapo kemi filluar. Temat ishin seduese në debatin midis liderave. Doja të thoja që debati midis liderave nuk mund të bëja dot dallimin nga njëri nga tjetri, vetëm pastaj jemi marrë se kush dha një argument më shumë apo më pak, por mendoni që është një debat spontan dhe debati mes liderave më shumë ne gjykojmë arsyetimin, nivelin tuaj të arsyetuarit, analizës, vlerësimit, krahasimit, kategorizimit. Pra, si keni të formuar ju shprehitet të menduarit është shumë e rëndësishme në debatin e dis liderave. Sepse nuk është një ARE që shkon gjithmonë me ato evidenca dhe me dëshmir. Mendoj që kishit një nivel të mirë arsyetimi, por diferenca mes jush është shumë e vështirë sot. Kështu që ju përgëzoj që na dhat kënaqësinë që veshët tonë të dëgjojmë debatues si opinionist. Faleminderit shumë. Përshëndetje, sigurisht unë nuk do zgjatem shumë sepse një pjesë shumë të rëndësishme të gjithë gjykimit ton e zysh Aida. Unë do doja vetëm t'ju thoja që një debat i mirë nxit një të menduar edhe më të mirë dhe ky është qëllimi i këtij formati, që këto debatet që ju i bëni le të themi në kuadër të lojës këtu në jetën reale t'i zhvilloni bazuar mbi argumenta, duke qenë jo përsëritës, të qartë, objektiv. Duhet keni parasysh artikulimin, edhe zysh Aida përmendi, artikulimi është një nga faktorët më të rëndësishëm, mënyra se si ne qasemi, sepse ne mund të kemi një argument shumë të rëndësishëm, shumë objektiv, shumë logjik, shumë të qartë, me evidenca, por ne nuk artikulojmë si duhet, duke pasur parasysh gjithë faktorët që ju i keni marrë edhe gjatë trajnimit. Ndërsa në nivel liderit doja që të ndalesha shumë shkurt, duke ju thënë që duhet keni parasysh shumë mënyrën se si prezantoheni, duhet keni parasysh shumë retorikën, duhet keni parasysh shumë gjuhën e trupit dhe humorin. Vura re që nuk ka pasur asnjë batut, dhe le të themi që në komunikim batutat janë kaq të rëndësishme. Nuk po zgjatem më, do ju thoja që gjitha këto këshilla që ne ja u dham, ti merrni dhe ti keni parasysh në debatet që do vijojnë, që të na entuziazmoni edhe më tepër në debatet që ju presin. Do ju kërkoja edhe një bashkëpunim shumë më të madh me njëri tjetrin, vura re që përgjatë 2 debateve ishit të distancuar nga njëri tjetri, sigurisht asistonit me fleta të vogla, por jo shumë të rregullta. Do dëshiroja që ta kuptoni rëndësinë e njëri tjetrit. 2 mendje bëjnë një gjysmëmendje, është një shprehje e vjetër, kështu që imagjinoni çfarë bëjnë 8 mendje. 2.5. Shumë urime. Mirë. Besoj se tani po prisni me ankth pikët.
Unë ju falenderoj për debatin e sotëm, falenderoj zyshat tuaja për punën që keni bërë, jeni rritur çdo vit edhe më shumë dhe shumë suksese tani dhe në vazhdim. Naim Frashëri 244 pikë, Sami Frashëri 249 pikë. Sese. Po. Eksperienca ka treguar që shkollat në fjalë të jenë pjesë e 16-qës, kështu që unë ju uroj shumë suksese, shihemi në debatin e ardhshëm. Faleminderit.